Ky është procesi votimit. Zoti kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet, të dashur qytetarë të Shqipërisë, vim sot në këtë seancë të Kuvendit të Shqipërisë për ratifikimin me procedurë të përshpejtuar të një marrëveshje huaje mes Republikës Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës përfaqësuara nga Agjencia për Bashkëpunim për Sigurinë e Mbrojtjes në kuadër të financimit jashtëm ushtarak të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zonja e Zotrinj, dashur qytetarë shqiptar, kjo është një marrëveshje historike për Shqipërinë. Një marrëveshje me një rëndësi të veçantë për sigurinë kombëtare të vendit, një marrëveshje që konfirmon fuqishëm marrëdhëniet e shkëlqyera të Shqipërisë me aleatin e saj të madh, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është një marrëveshje që shkon përtej termave financiar. Është një dëshmi konkrete e besimit të Shteteve të Bashkuara që kanë ndaj Shqipërisë dhe rolit gjithnjë më të rëndësishëm që vendi ynë luan për sigurinë euro-atlantike. Nga ana tjetër, Shqipëria jone e përbashkët ka një angazhim të shtuar në rritje të konsiderueshme të investimeve në mbrojtje. Buxheti për mbrojtjen është rritur nga 24.1 miliard lek në vitin 2020 në 69.2 miliard lek në vitin 2026. 3 herë më shumë, ndërkohë që Shqipëria mbështet objektivin e ri të aleancës për të arritur në 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen dhe sigurinë, me Partinë Socialiste në qeverisje deri në vitin 2035, duke dëshmuar se mbrojtja dhe siguria janë prioritetet tona strategjike. Vetëm javën e kaluar, me aktin normativ, kemi rritur shpenzimet e mbrojtjes me 2.6% të prodhimit të brendshëm bruto. Vendimi për organizimin e samitit të ardhshëm të NATO-s në Tiranë është një vlerësim i një rëndësie strategjike për Shqipërinë dhe rolin e saj gjithnjë e më të madh në aleancë. NATO po hyn në një fazë të re zhvillimi, të njohur si NATO 3.0, dhe se Shqipëria po përgatitet për t'ju përgjigjur kësaj sfide dhe këtij realiteti përmes rritjes së kapaciteteve mbrojtëse dhe investimeve strategjike. Shqipëria ka hyrë tani më në një trajektore të re besueshmërie dhe rritje të investimeve në mbrojtje. Siç e thash, sot jemi 2.6%, në 2035 do të jemi 5% të prodhimit brendshëm bruto dhe këto investime përfaqësojnë një investim të drejtë për drejtë për sigurinë kombëtare, stabilitetin e vendit dhe përmbushjen e angazhimeve të Shqipërisë si një antar i NATO-s. Shqipëria vlerëson thellësisht leadershipin dhe mbështetjen e vazhdueshme të Shtetet Bashkuara të Amerikës, të presidentit Donald Trump dhe mbetet përkushtuar ndaj përgjegjësive të saj si një aleate e besueshme në NATO, duke kontribuar për aleancën e cila do të jetë më e fortë, më e sigurt dhe sigurisht më kompakte. Gjithashtu, në këtë frym konfirmohet se Shqipëria shihet sot si një aleate e besueshme, një faktor stabiliteti në rajon dhe një kontribuese serioze për sigurinë kolektive. Pikërisht në këtë frym, pra, zonja e Zotrinj, dashur qytetar shqiptar, vjen sot një marrëveshje për ratifikim në një vlerë prej $302 milion amerikan. Ky financim do të përdoret ekskluzivisht për modernizimin e kapaciteteve të forcave tona të armatosura, përmes programit Foreign Military Sales, duke financuar pajisje, sisteme dhe shërbime mbrojtjes sipas standardeve më të larta të NATO-s. Po kaq të rëndësishme janë dhe garancitë që ofron kjo marrëveshje për partnerin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, Shqipërinë tonë përbashkët. Financimi do të disbursohet gradualisht, vetëm sipas nevojave konkrete të Ministrisë së Mbrojtjes dhe pas miratimit të kontratave nga autoritetet amerikane.
Shqipëria do të ketë 48 muaj për të angazhuar fondet e projektet e modernizimit. Kredia ka një afat maksimal shlyrje deri në 12 vjet, me mundësi periudhe grace deri në 1 vit. Marrëveshja jep Shqipërisë të drejtën të kryej parapagime, penalitete duke ruajtur fleksibilitetin në administrimin e borxhit publik. Çdo përdorim i fondeve do të miratohet dhe monitorohet nga Agjencia Amerikane për Bashkëpunimin në Sigurinë e Mbrojtjes, duke garantuar transparencë të plotë për përdorimin e kësaj kredie. Zonja e zotërinj deputet, dashur qytetar shqiptar, motra dhe vëllezër, nga këndvështrimi i financave publike, kjo është një marrëveshje ndërtuar mbi parime të plota të përgjegjshmërisë fiskale. Disbursimi realizohet vetëm sipas nevojave konkrete. Fondet përdoren vetëm për qëllimet e miratuara dhe kushtet financiare garantojnë fleksibilitet në administrimin e borxhit publik. Zhurmuesit nuk kanë për të kuptuar kurrë rëndësinë e një marrëveshje të tillë, e cila rikonfirmon se Shqipëria është aleat i besueshëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe një antar i përgjegjshëm i NATO-s. Prandaj, mbi të gjitha, kjo marrëveshje forcon më tej partneritetin me Shtetet Bashkuara të Amerikës, rrit kapacitetet mbrojtëse të vendit dhe konsolidon pozicionin e Shqipërisë si një aleate e denjë, e besueshme dhe gjithnjë më rëndësishme e NATO-s. Për sa më sipër, zonja zotërinj deputet, bazuar në Kushtetutën e Republikës Shqipërisë, në rregulloren e Kuvendit të Shqipërisë, kemi propozuar shqyrtimin me procedurë të përshpejtuar të kësaj marrëveshje. Arsyeja pse kërkojmë këtë procedurë përshpejtuar është për nevojën urgjente që Shqipëria të përfitojë sa më shpejt jetë e mundur nga kjo marrëveshje, nga dhe të fillojë menjëherë disbursimi i fondeve të vëna në dispozicion. Drejtje për zotin Balliu. Ju lutem, lejoni pas rregullores kolegun të përfundojë fjalën. Sorat dhe korbat le të vazhdojnë të tasin. Shqiponja bashkë me flamingot do të vazhdojnë të punojnë për Shqipërinë. Faleminderit.